Sulmuesi i talentuar Armand Durmishi ka siguruar të ardhmen e tij te Juventusi. Futbollisti i Shqipërisë U19, një nga talentet më premtues të kuqëzinjve, po afirmohet si një bomber me ekipin e të rinjve të bardhëzinjve, duke shënuar me rregullsi e duke fituar një rinovim të merituar të kontratës. Gjatë ditës së djeshme, ai u bë protagonist me një gol të shkëlqyer në minutat e fundit të ndeshjes së Kupës ndaj Parmës, duke i siguruar Juventusit të rinjve finalen e Kupës së Italisë. Sot, klubi italian bëri të ditur se ka rinovuar kontratën me sulmuesin e talentuar, i cili ia bashkua në vitin 2024 nga Koper në Sloveni. Armand Durmishi rinovon me Juventusin deri në vitin 2028. Vazhdon aventurat e Juventusi i Armand Durmishit. Është zyrtar rinovimi i akordit me bardhëzinjt deri më 30 qershor 2028. I mbërritur në Torino në shtator 2024, pas eksperiencës në Sloveni me fanelen e FC Koper, sulmuesi i datëlindjes 2008 ia doli të merrte një rol të rëndësishëm në ekipin U20 të drejtuar nga trajneri Padoin, me të cilin ka luajtur deri tani 27 ndeshje këtë sezon, duke realizuar 12 gola, të fundit të cilëve në kohën shtesë të gjysmëfinales të Kupës së Italisë për Primavera në orët e kaluara. Një lojtar që do të vazhdojë rrugtimin dhe rritjen me fanelën bardhëzi. Komplimente Armand, shihemi në fushë, shkruaj në lajmin e publikuar nga Juventusi për zyrtarizimin e marrëveshjes.